ajo ftesa që u bë publike dhe mrekullia që duket që doli në Shqipëri edhe deri tek detajet e tjera që pasuan më pas. Nuk mund diskutojmë për bordin. E kanë menu njerëz shumë më të mëdhenj. Shqipëria në raport më të mëshëm se unë, e kupton. Që nuk e di sa i suksesshëm do jetë, ideja është pozitive. Siç e shohim nga jashtë. Ajo që të bëj përshtypje është rendja e kryeministrit që ta bëj publike një gjë që duket rutinore, siç shifet, domethënë kjo lloj ftesë bën shumë shteteve. Nëse do ishte në një pozitë tjetër, flasim para disa viteve, 5-6 viteve, 7 viteve, mbase do të kalonte kështu si meteor, edhe ai s'do jepte kaq shumë rëndësi. Duke qenë në një pozicion shumë të lëkundur, problematik, vetë qeveria e tij edhe vetë kryeministri mundohet ta shfaqet si një sukses personal, pra një ftesë personale që do të thotë që i kam shtetin e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Unë sinqerisht nuk e besoj këtë. Dhe besoj të parën që është një ftesë që bëhet Shqipërisë, natyrisht kryeministri i Shqipërisë është Edi Rama, mund të ishte një tjetër, edhe nuk ka të bëjë me atë që Shteti Bashkuar të Amerikës mbështesin Ramën në këtë situatë që është, sepse dihet që Shtetet Bashkuara të Amerikës janë mbështetësit kryesorë të drejtësisë së re. Momentet e fundit, duke qenë që janë lëkund pozitët e veta, sidomos me zëvendës kryeministrin, ai ka filluar të flasë, domethënë tanat e moj ose të flasë kundër drejtësisë së re. Në këto kushte nuk besoj se kam Shtetet Bashkuara të Amerikës. Është super diskutuar në ambientet mediatike kjo ftesa e famshme, por shumë pak në kampin opozitar, i cili tashmë do të ketë edhe një rol në momentin që çështja shkon në parlamentin e Shqipërisë për të shprehur pro apo kundër. Patjetër, duhet theksuar që në nisje, po themi të këtij diskutimi në vendin tonë, që kur kryeministri Edi Rama mori në duar, po themi edhe ftesën e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, nga mazhoranca është luajtur si një kartë e fortë. Dhe unë mendoj që zoti Rama i ka ardhur në kohën e duhur, po themi kjo ftesë apo këto rrethana globale, përcjell me një ftesë edhe e Shqipërisë dhe kryeministrit të Shqipërisë, duke nisur edhe nga akuzat e herpashershme që i ka bërë opozita se marrëdhëniet e zotit Rama me Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk janë më aq të mira, madje edhe në kushtet kur edhe ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës përmend si prioritetin e Trump shpesh herë edhe për luftën ndaj karteleve të drogës dhe opozita e ka përdorur fort këtë argument për të shigjetuar kryeministrin Edi Rama. Ndaj mund të them që ka ardhur në një moment të mirë për të, edhe pse sigurisht nuk tregon marrëdhënie të forta të vetë zotit Rama me Shtetet Bashkuara të Amerikës, por të Shqipërisë me Shtetet Bashkuara të Amerikës, por është ditur mbase që të luhet mirë edhe nga mazhoranca dhe retorika që mazhoranca ka përdorur gjatë këtyre ditëve është fokusuar kryesisht tek, po themi, roli që ka patur zoti Rama si kryeministri i Shqipërisë për këtë ftesë, po themi. Ishte një ftesë personale apo një ftesë njësoj për të 50 vendet që e kanë marrë? Po, besoj edhe në rrjetet sociale këto ditë kanë qarkulluar shumë ftesa që janë bërë edhe vendeve të tjera. Komuniste apo? Është një ftesë e cila i adresohet njësoj të gjitha vendeve që janë ftuar për që në pjesë e bordit paqes, por që në politika askush nuk të ndalon që ta luash si ti do, edhe një ftesë të këtij lloji që në këtë rast, sikurse e theksova, është njësoj për gjitha vendet që i ka shkuar dhe janë ftuar nga presidenti Trump, por që në kohën kur zoti Rama i ka ardhur kjo ftesë mund të luhet dhe ka gjithë legitimitetin e botës për ta luajtur edhe si një ftesë personale. Dua të ndalemi pak bashkë edhe tek bordi paqes në vetvete për të folur pasaj edhe për rolin e Shqipërisë, nëse duhet në aspektin diplomatik, duhet si një numër më shumë për të treguar mbështetjen për këtë bord, apo qoftë edhe në aspektin financiar. Po fillimisht tek bordi. Ne duhet kuptojmë rrallë parë se çfarë është bordi, çfarë është në vetvete. Është një iniciativë se ne duhet kuptojmë dhe të analizojmë retorikën e presidentit amerikan që në fushatën e 2015 më pat në mandatin e parë, në fushatën e tij të vitit kaluar dhe çfarë ka ndodhur në këto 12 muaj se sot kemi fiks
një vjetorin e hyrjes së Donald Trumpit në shtëpinë e Barë, pra në zyrën ovale. Pra është një vrazhdë e retorikës së tij, një lloj agresiviteti, një lloj politike e re mund të duket antiortodokse në vetvete, por është e efektshme për objektivat dhe për premtimet që Donald Trumpi ka patur ndaj votuesve të tij dhe shtetasve amerikan në lidhje me gjeopolitikën dhe me zhvillimet diplomatike globale. Pra, ky bord në vetvete është një lloj dualiteti që i bëhet institucioneve përbërëse të Kombeve të Bashkuara. Ne e dimë që në këto 12 muaj Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë shkëputur, pra janë larguar si vende anëtare nga mbi 60 organizata ndërkombëtare, pra kjo është në atë lloj vrazhde. Ftesa që është bërë nga presidenca amerikane në këtë rast kjo ftesë i ka shkuar mbi 100 vendeve. Jo 50, mbi 100 vendeve anëtare të OKB-s. Sigurisht që edhe vendet të vogla në rastin konkret të Shqipërisë, Shqipëria ka një rëndësi edhe në aspektin gjeopolitik, sepse rajoni jon ka një rëndësi gjeopolitike. Këtu është kryqëzimi ku bashkohen po edhe përplasen tradita të ndryshme, histori të ndryshme, shoqëri të ndryshme. I ka shkuar kjo ftesë Maqedonisë së Veriut, Malit të Zi, Kosovës? Besoj që në të ardhmen do bën publike, po në rastin konkret ne kemi ftesa i ka shkuar Lukashenkos Bielorusis. Pra unë nuk do doja të krahasosha, por në aspektin politik vendas, pra kjo është një retorik që është për konsum të brendshëm politik në vetvete. Nuk është se ka një zhvillim të madh. Por nëse ne do bënim një kritik të dyja palëve politike, pra edhe opozitës, por edhe pozitës në vetvete, ne kemi të dyja palët që nuk është se kanë krijuar gjatë kësaj periudhe një strategji të mirëfillt në aspektin gjeopolitik dhe diplomacisë. Nga njëri krah, dhe unë po bëj dhe autokritik në vetvete të forcës time politike, kemi një lloj ngazëllimi në vetvete të marrëdhënieve të kryeministit të Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe pse kryeministi i Shqipërisë mund të jetë një kundërshtar politik, marrëdhëniet e Shqipërisë duhet të jenë për herë të mira dhe pozitive me atë aleatin strategjik që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me vazhdimin, si thuash, me krijimin e një ideje, imazhi që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra sidomos pas asaj që ndodhi me Maduro në Venezuelë, sigurisht Venezuela ka tjetër interes për Shtetet e Bashkuara të Amerikës krahasueshmërisht me Shqipërinë. Ajo është në portën e hyrëse të Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këtu më pas ne mund të flasim më vonë edhe për doktrinat e ndryshme diplomatike dhe gjeopolitike, nga doktrina Monroe deri tek kjo e fundit tek dokumenti strategjik për sigurinë kombëtare të Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por nga krahu tjetër kemi edhe kryeministrin e Shqipërisë që vrapon për ta cilësuar këtë si një sukses personal, sepse e ndjen peshën dhe influencën e Shtetet e Bashkuara të Amerikës që bëhet në këtë rast nëpërmjet ambasadës amerikane, po edhe nëpërmjet agjencive ligjvatuese amerikane, të cilat po bëjnë presion të madh ndaj agjencive ligjvatuese shqiptare, pra në rastin konkret SPAK-ut dhe BKH-s, për hetimin, por edhe dënimin dhe dërgimin pas hekurave të personave antar të kësaj qeverie, të cilat akuzohen për korrupsion madhor. Ne kuptoj.